Atëherë pa më burko, po vazhdojmë me parashikimin e motit. Për ditën e sotme parashikohet të mbajë mot kryesisht i ktjellët me vranësira të herpashershme. Temperaturën minimale për ditën e sotme e mban Mitrovica, Prishtina dhe Gjilani me 8 gradë Celsius, ndërsa maksimalen për ditën e sotme e mban qyteti Ferizajt me 23 gradë Celsius. Ndërkohë dita e nesërme në Kosovë pritet të ketë mot kryesisht të ktjellët me vranësira kalimtare gjatë pasditës. Temperaturën minimale për ditën e nesërme e mban sërish Prishtina, Mitrovica dhe Ferizaj me nga 10 gradë Celsius, ndërsa maksimalen e mban Peja dhe Prizreni me 24 gradë Celsius. E tani po kalojmë tek Shqipëria, ku dita e sotme dhe atje do të ketë mot kryesisht me ktjellime. Temperaturën minimale e mban si zakonisht Korça me 6 gradë Celsius, ndërsa maksimalen e mban në Durrësi me 26 gradë Celsius. Ndërkohë dhe dita e nesërme në Shqipëri pritet të ketë mot të ktjellët, ndërsa në zonat malore pritet të ketë edhe ndonjë reshje të shiut. Temperaturën minimale për ditën e nesërme e mban Korça me 8 gradë Celsius, ndërsa maksimalen Berati dhe Elbasani me 28 gradë Celsius. Tani po kalojmë tek rajoni i Maqedonisë së Veriut, ku dita e sotme dhe atje do të jetë kryesisht me mot të ktjellët dhe vranësira kalimtare. Temperaturën minimale për ditën e sotme e mban qyteti i Shkupit me 8 gradë Celsius, ndërsa maksimalen e mban po ashtu Shkupi me 25 gradë Celsius. Edhe dita e nesërme në Maqedoninë e Veriut pritet të jetë në kushte të ngjashme. Temperaturën minimale e mban Struga me 9 gradë Celsius, ndërsa maksimalen Tetova dhe Gostivari me nga 26 gradë Celsius. Tani kalojmë tek Evropa, ku mbi kontinentin evropian ditën e sotme do të mbizotrojë mot kryesisht i ktjellët, ndërkaq pjesa tjetër e kontinentit do të jetë me reshje si dhe reshje të borës, do të ketë kryesisht në qytetin e Moskës. Temperaturën minimale e mban Moska pra me 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalen Athina me 27 gradë Celsius. E një mot i ngjashëm pritet të mbizotrohet edhe ditën e nesërme në kontinentin evropian, ku temperaturën minimale e mban sërish Moska me -1 gradë Celsius, ndërsa maksimalen Athina me 27 gradë Celsius. Këto ishin të dhënat e motit. Faleminderit shumë Mirza. Faleminderit që jemi Pas një javë të mbarsh jemi nesër. Si s'do të hënë tjetër, kemi edhe rubrikën e përjavshme, një libër për ty, realizuar nga kolegja jonë Beatrica Culaj. Këtë javë ajo në